Besimtarët mysliman festuan këtë të mërkur Kurban Bajramin, festën e dytë më të rëndësishme të kalendarit islam. Mira besimtar u mblodhën orët e para të mëngjesit në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë, si dhe në xhamit dhe sheshet e qyteteve të tjera të vendit, për të falur namazin e Kurban Bajramit. Në fjalën e tij përshëndetëse përpara besimtarve, kreu i komunitetit mysliman shqiptar Bujar Spahiu përcolli mesazh solidariteti. Festa që na mëson të largohemi nga egoizmi, nga urrëtia, nga padrejtësia dhe indiferenca ndaj njëri tjetrit. Mos harrojmë ata që nuk kanë një sofër të plotë. Të mos harrojmë të moshuarit që presin një telefonat, një trokitje në derë apo një përqafim. Mos harrojmë familjet në nevojë, jetimët, njerëzit që përballen me vështirësi ekonomike, me vetmi apo me sëmundje. Vlera e kësaj feste nuk matet me atë që kemi në tryezë. Ne shqiptarët kemi një pasuri të rrallë që duhet të ruajmë me krenari, harmoninë ndërfetare. Në këtë vend, këmbanat dhe ezani kanë jetuar pra njëri tjetrit si zëra paqeje. Kjo nuk është rastësi, është kulturë, është qytetërim, është amaneti i të parëve tanë. Kurban Bajrami e ka zanafillën në historinë e profetit Ibrahim, i cili sipas besimit islam pranoi të sakrifikonte djalin e tij si provë besimi ndaj Zotit, por në fund sakrifica u zëvendësua me një dash, ndaj edhe besimtarët mysliman bëjnë kurban në këtë ditë si simbol sakrifice, besimi dhe solidariteti.